Buqim në bu, CHI. Bu, CHI. Në podcast. Kemi dhe mendjenja të mira nga fitore e djeshme. Deshe bukur, era e parë italianë sulin. Pipino dhe drejtë. Era e parë që kështuar 3 gol italian, europian. Nëse Mirja bën atyre se na pushtuan nga e para ta gjithsesi. Mirë, atyre t'ja bëjnë t'ja shtypin kokën. Ku luam në tjetra? Çfarë datë? Jam tjetër? Apo në për 2 javë? Për 5 ditë, sot Biles tani po luan në Zvicër. Por se t'ja shtroj mirë t'i përshëndes një çunat Besin dhe Andi, që na përshëndetën Do t'i në përshëndet. podcasti i tyre 38. Ka vënë atë linku në description pastaj. Rofshi çuna. Përshëndetje. Është problem, që më është problem tash i pak këto biliona dëgjues që kemi ne. E kapën 200-shën? Uf, 200 po kështu. Shpejt fare. Jemi dhe Joe Rogani, shoutout Joe Rogani. Të vam të Joe Rogan. Po kjo që ishte ftuar tash, ishte po fliste për këto pra për ndryshimet mes femrave meshkujve, domethënë testosteroni e gjitha, prandaj ishte ajo biseda që la më gjysmën e shpak, që po shpjegonte ai që ka gjithmonë një avantazh. Domethënë ato që kanë ndruar gjini, domethënë që ka qenë femra përpara. Po normal. Se kjo ishte biologe që përpara kishte qenë me këto wok. Pastaj kishte studiuar, domethënë kishte parë faktin që ishte gabim. Do të thënë që wok pastaj biologët, Po. sekondar nuk Pastaj tani domethënë prapë ka atë kështu atë çështjen e etikës, që okay, ke të drejtë jam nga ana biologjike, por nuk është etike që ata të kenë të drejtë të konkurrojnë domethënë ata të tjerët, pavarësisht se është ai rasti që e përmend gjithmonë ai, që na ka dalë dhe në ëndra ai rasti që mendoj që i ka thyer Kafkën njerëz. se di unë rast. Është një rast që ka pasur një ndeshje në mixed martial arts, domethënë, edhe ai tipi konkurrenti domethënë tjetër që ishte konkurrent me femër, domethënë. Nuk e dinte ajo, domethënë, që ai ishte mashkull biologjik, domethënë, edhe ishte rare, ishte bërpir. Atje kishte një frakturë në Kafkë, domethënë. Jo se ja kishte thyer tamam, po që frakturë. Që kishte dëmtim në kockë. Edhe ato është shumë e vështirë t'ja bëj femra ose mashkulli, duhet të jetë diçka që ta ketë atë ron, e kupton, ta ketë dëmsinë e kockës më të madhe normalisht. Se nuk mund të thyesh gur, nuk mund të thyesh hekur me gur, thën gurin me hekur, kupton? Po çfarë do bëj divizion tjetër apo të bashkon me? Ato bëj thoshte, i bëj divizion tjetër, ajo thoshte, po jo, po se ata duan të ndihen femra apo duan të ndihen meshkuj, çfarë duan të ndihen ata, dhe nëse ti thua tjetër do ikin në një kategori tjetër, na e të fak. Një pra, ti ka se po lanin prapë në shoqëria bashkë. Po, si ja fusin kota, se di. Po Se më nuk me ka këtë se ju- argument, s'ke pse ndan meshkull nga femra. Se kështu i bie. Po, një e dyta, edhe pasaj atë pra, po thoshte Rogani gjatë gjithë kohës, po. Është puna të fairness, në competition, kupton, sa i gjatë gjithë kohës e thot atje domethënë që ka ndryshime në ndërtimin e trupit. Dhe kjo po të bëhet libri që ka bërë për atë po flisë domethënë, dhe prap kjo kishte frikë. Ose ishte ta themi në fjalë bukura mjaftueshme ndjeshme domethënë sa ta merrte edhe rastin atyre të tjerëve parasysh, po. Ja fusin kota për ide online. Kupton se nuk ajo nuk është se po bëjnë olimpiadë matematike. Edhe ke trurin në vëlla dhe jepi. Bej sa ke aty. Ti je në competition fizik domethënë. Që s'ka kuptim, prandaj janë çdo gjë e ndar. Po tash si do bëj? Duke se u përmirësoj, apo më keq të bëhet kjo. Peti aton lajmin e fundit në Shqipëri, ishim fjalën mama dhe bab. Po që lajm apo Ore kishin kërkuar ata. Ta kishin bërë lajm në portale të tjera. martesën akoma midis gjerëve, çka kërkon? Po. Ha pasavi. Po, degenerimi ja pasapi. Po jo më burr. Martesës nuk i plas trapi njeriu, martohu bëu ç'të duash ti. Pas rap njëri, kishin politikanë. Po zotri po ti kur më po lë politikanë, plas trapi politikanë. Ideja është më thoshin mua tani do quhesh ti më baba, do quhesh prindi 2. Po jemi të dy në kundra kësaj. Po bro, Ka s'kan bazikën akoma. Ta s'lejohen të jenë çift, s'lejohen të mbirësojnë. Ta janë të minus njëshi. e kapin që aprin nga bishti pra, e thoma se pse ka fshoj.
Po mirë, nëse ne kemi një shëndetshmëri morale kështu mocking, domethënë, u kënaqem faqet e memeve duke ta ultrapin gjithë, domethënë. Që është gjë mirë se ka kështu backlash domethënë në Shqipëri. Nuk është si në këto, domethënë, ku kemi parë ne deri tash këtu në Gjermani, për shembull në Britani apo në Amerikë që kanë frikë njerëzit, e kupton, të thonë diçka. Të mbushun faqet e memeve duke ta ultrapin ata direkt. Ai është gjë mirë pak. Pak nuk ka arritur akoma deri në parta të kenë frikë njerëzit e kështu. Po të kishni 1% të woke culture në Shqipëri, nëse ishim shqyrimi. So kishim të lloj qeverisë, so kishim të lloj policë, so kishim të lloj që. Ore kemi e burrë, po kemi janë të fort. Jemi shumë të zënë për bjetesën akoma, po që shikoj se kështu po janë ashkallën të gjitha këto, kupton po. Në këtë lloj kaosi mbin ata, kupton? Se në Amerikë nuk është se doli, ajo, vërtet ka 10 vjet domethënë, po bumin e bëri në kaosin që krijoi Trump. Atëre dolën ata që lulëzuan komplet. Kaosi është si ai pleu, që u bë mua për barin për jashtë. Kur lidhe dhe uri, do mbije. Sidomos tash. Po ata kuptojnë një gjë apo vetë. Ose se kuptojnë, ose s'duan ta kuptojnë, ose nuk e di se ka thënë ndonjëherë njeriu kur i dhe u çfarë si e ka rit liria e fjalës, e kupton? Nuk kanë lexuar në libra, do ata kuptojnë pjesën që të gjitha sistemet që të imponojnë ty, apo mua, apo filanit, apo çdo njeriu domethënë se çfarë fjalësh të përdorin, janë sisteme komuniste, marksiste, imperum, kështu, si bie, perandori, mbretëri, e kupton? Ato janë që kanë një pushtet absolut e thotë ai do bësh këtë të vrava. Pushtet autokrate. E kupton? Se janë ndjesë nga majt. Në të dy janë nuk ka rëndësi, po thjesht janë degradim, janë ato që nuk kanë nevojë për ndar pushtetin, që nuk të pirë fare, ti do thosh do bësh ti kështu se kështu se dua unë. Si Hungaria e Turqia. I kemi shumë tani. Nuk janë shumë i lexuar te Hungaria në fakt. Te Turqinë kanë pak më. Hungaria është një nivel në Turqinë. Po çfarë drejtimi? Media. Drejtimi i djathtë apo të majt? Ai hyri, pse Erdogan hyri majt, edhe ky hyri majt, siç e televizia në vetë. vetë. Turqie. Është bërë shumë tip autokrat. Media po bllokon radio, bllokon gazetat, opozit, zero se nuk ka, kontroll mediatik të rinjt. E i bën kështu public shaming, po kur del një kundra. Shumë rëndësi domethënë. Po pra, po, shiko. Më duket se kishte ndërtuar në një stadium përballë shtëpisë ku ka pas të fëmijërisë, se donte. Çmë përsa ka te ka shpinë pak, ne shikon nga shtëpia apo shtëpia me vogël. Apo ka si që marr stafa që ka shpinë atë kullën kështu, vetë dhe pastaj në stadiumi. Shtëje presidentin e Turkmenistanit. Atë njësoj më atë është. Kam parë disa ande nga Uzbekistani, pashun një çka kishin ndërtuar ata atje, vllai, një super pallat, një super kompleks, domethënë vetëm për se ata qeveritarit quhen në term, domethënë ata janë si obortarët e mbretit, që jeton me një si tip fshati në mes qytetit. Shej çndruar ata. Mojnë e këshndruar emra, kështë venim në Amas, diçka e tillë. Po. Të tipa. Që dishëm ta hynë kështu për lirit, edhe përfundojnë me autokratë më të mëdhenj. Luftojnë për lirit e përfundojnë autokratë më të mëdhenj. Qiko, pushteti të prish. Po s'është vetëm pushteti të prish, për ide atje, se janë ata pavarësisht se sa të fortë, sa të fuqishëm mund të jepin ata nuk bjetojnë dot vetëm, por kanë edhe ata lidhjet e tyre, kanë edhe ata as një shtab që i përgjigjen, domethënë. Ti ke Putinin që ka vjet, gjithë ata që janë super bilionerë atë Rusisë, domethënë të gjithë ata pjesës të Azisë Qendrore. Edhe këtej që janë mongol që futë, kupton, biznesmen më dhënë, të gjithë ata kanë dalë njëri kundër. Po nuk hyn te kjo. Ai Putini ska luftuar për liri ta vurt shpina nga shërimi sekret. Në rregull, po ata e mbajnë atë. Unë po flas për Erdoganin dhe vërtet hungarezën. Po se Erdogani me mafian, e ke parë që kanë nxjerrë ai me mafian? Që u shpish me mafian është ai Sedat, çka ka? Se më vonë ka qenë në pushtet. Po si hyri, se Erdogani u bën. Mirë, e kupton, po ashtu kur hyn si të mirit e nënës të gjithë ata, e kupton po. Prandaj edhe kurti do pas kujdese kështu hyri edhe ky. S'ma menja se veten atë drejtim, se nuk e ka as potencialin e kur ai ka jashtëzakonisht më shumë presion se sa kanë atje. Në ata. Pa hyrë akoma po lufton me gjykatën, çfarë fleti? Çfarë po lufton me gjykatën? Për atë gjykatën supreme që është në Kosovë, Prishtinë, për ato serb. Si çka ka komisionin? Po që gjykon për krimet e luftës kosovarët ndaj serbëve, se ndodhe kundërt. Po, shumë mirë po. Çfarë të keq ka?
Nuk është krahasim, ajo është gjë e mirë, është e kundërta. Ai po të dilet thoshte bëni këtë, mirë e keni, atëherë do ishte kështu që dale vllai ti. Çfarë po bën tash ti? Je në rregull apo? Çfarë merr gjykata për sipër, nuk vjen më shumë dëshirë, ata zbatojnë ligjet ndërkombëtare. Po ma po, ato zbatojnë ligjet ndërkombëtare, po ti mos harro fare që Kosova nuk mund të ka të drejtë të çojë. Nuk ta hapet, se kanë bllokuar. Gjithashtu nuk çon dot Kosova, nuk denoncon dot Kosova në Hagë. Por pa ket aty në Kosovë gjykatën. Po mirë, gjykata speciale është tribunali. Po e pra, s'është i Kosovës, është i atyre. Po aty ndodh. Ata nuk e dilla. To na gaposin ta uokët, ta të zgjuarit. I ka keq me uokët, ne skemi uokët. Me keq, po çfarë skemi në Bolidheu, si skemi, ore skemi, po se ashtu thoshin amerikanët skemi. Ama se dy studentë janë në Bolidheu në Evergreen, e kupton? E kanë ikur gjysma e profesorëve nga puna atje. Kështu thoshin gjithë në fillim. Këto që faqet e memeve që kanë parë në kështu në Instagram, domethënë që i kanë nxjerrë nga këta robë që bëjnë kështu video, blogger, e ke parasysh gjitha, kështu që pash një të bukur para se ditë ishte një gotë kështu domethënë me një super pamje na mbrapa. Pamja ishte motra, e kupton, mal, kështu gjelbërimi gjitha. Dhe kjo po fliste për meshkujt që janë shovinistë. Tani vlla jo do kështu një gjysmore kurs ti shpjegoj çfarë do të thënë shovinist. Shqipëri që më bëhet. Shqipëri që më bëhet. Po mua beti ideja që nuk e jemi ne në dieni, nuk do të thënë që s'ekziston. Do unë shkoj YouTube në Shqipëri. Ne kanë gjithë mbuluar, apo të vesh dorën të dietlla. Janë nuk e dietlla. Nëse të paktën që janë mirë të krijojë debat, ne nuk ekziston fare kjo si. Ore po nuk ka debat valla. Kjo është problemi, kupton? Se siç është kryer rrymë as do ketë debat, por në Shqipëri s'ka rrymë, ndaj s'ka debat. Do krijohet rrymë të ndryshme në fund të debatit. Shoqëri ose në debate publike tamam. Ore do të debat publike, atë doli ai ty me deklaratë që ai publikuan televizionet ata thënë kështu pse nuk doli një nga ata intelektualët thoshte kjo është absurditet. Ai ai mi në varr, rrotullohet në varr ai tash mezi e kanë ndërtuar gjuhën shqipe atje, kush e di çfarë kanë bërë në atë kohë, ai thotë do heqin fjalën e anë babën. Mos e di çfarë individësh janë ata, me çfarë familje janë arritur ata. Që mos ti paraqikojnë dhe prindit, se mund të kenë dhe prindit shumë të mirë shkretet. Edhe kush e di do kanë pasur kohë ose do kenë qenë prindër që i mbajnë kështu në guaz, që mos të lëndohen nga shoqëria, e mos është i vogël, ose këtë mendim ka edhe kanë ngelur ashtu ata. Ç'është ajo valla ti nuk e di e ke para apo jo tek ai faqja agroturizmit Mirizanave. Shënzie një foto këta, domethënë një nga ato kuzhinierët në punë, domethënë të kishte bërë pushime dhe ushqen të fëmijën. Jep të gjithë domethënë. Të shumë. Dagu ishte, domethënë, ajo foto është jashtëzakonisht shumë foto e bukur valla. Ajo tregon, ajo që doli atje, nuk është ajo vetëm. E kupton, ajo është 95-99% i shoqërisë, e kupton? Janë gra, siç është mamaja ime, siç janë 4-500 gra vetëm në Berat që punojnë në stacion. Në fasone edhe në fabrika, domethënë, edhe prap e gjejnë kohën për të marrë me familjen. Këta individ nuk e kanë kohën me udhëtiqe të tilla. Domethënë, ta robë të tjerë që s'kan çfarë bëjnë, që për mendimin tim personal fare, pastaj jam komplet tjera, që s'kan asnjë vlerë, nuk din çfarë japin shoqërisë dhe merren me këto pastaj, e kupton? Se nuk kanë ndodhur ndonjë që të jetë jashtëzakonisht shumë i suksesshëm. Edhe thoj do heqin fjalën në bab. Sepse ai robi ja di shumë mirë vlerën të gjithave. Edhe në qoftë se ai ka vuajtur, edhe në qoftë se ka pasur baba player, domethënë apo kështu, qoftë se ka qenë i abuzuar në familje, ai mund të dalë ta thojë vëlla, stop dhunës të familje, kupton, e kanë përjetuar unë të gjithëve ju që po dhunojeni, shihni se po të mundohesh ja del. Domethënë ajo është çështje kohe, do vini 18-20 vjeç, do ikni nga shtëpia, jepi drejtim jetës tënde. Kupton, ato i ke pasur hak ato letrat kanë rënë. Po nuk del ai tash i vrisni gjithë në atë baballarët që kanë vuajtur unë. Ja, pa e nuk tha ashtu. Ofrimin e gjithë në baballar. Çfarë ka thënë? Vreti plako. Vret subjektivisht e vreti plako fjalën nuk ka fjalë, domethënë që pa vajtur te individi që i viset fjala. Ka fjalë me pesë fjala nën. Sidomos në kulturën shqiptare, ku ti plasë traditë për babain, po ta marrë me shut. Si? Ku ti plasë traditë për babain, nga kur ta marrësh nga ajo shoqëria shqiptare, domethënë në atë kuptimin moral që japin fjalës. Të fshaj njëri babain ty domethënë, ti do i thosh baba im ka bërë ka punuar, e kupton, ka arritur, ka ndërtuar ai me jetën e tij gjithave. Një gjë të thonë njëri për mamën ty, vllai, direkt së prapti, e kupton? Ka peshë jashtëzakonisht shumë. Te ne kjo është lidhja që kemi ne, çuna me baban. Po jo vetëm. Gocat e kanë me baban. Mirë, po jo vetëm valla. Jo vetëm. Te ne kemi pasur është kënga etnoe ku
ku pika me rand për na është motra. Gjithmonë ashtu ka qenë, kemi qenë zakonisht shumë të ndjeshëm historikisht edhe për nënat edhe për motrat. Ta modernët, ajo ishte në mënyrë vulgare që shprehoi si plasënisë, vetë plasë, por ishte thjesht në kuptimin moral, që domethënë si perceptohet në shoqërinë, domethënë. Ajo ka lidhje edhe me konstruktin social, normalisht, e kupton se kur të cënohet dinjiteti i babait, domethënë ti nuk e ndjen ai shumë të nevojshme, domethënë sepse ti e di shumë mirë që ai, e kupton, i ka çfarë ka bërë, ka arritur vetë, domethënë, e kupton? Kurse nënat tona, domethënë, nuk kanë pasur atë aksesin, domethënë, por ai shumë se ata ka pasur 3 fëmijë, e kupton? Ajo punë të shtëpisë, po për të gatuar, po duhet ta ajo është gjatë gjithë kohës të punës, ti mbaj të gjitha ato gjërat on point, kur i thonë, domethënë sa merita me budalliqe tash. Kurse babai jot, domethënë, një argument që mund të ndalë, domethënë, në tavolinë ja mbyll gojën ai, se ai ka aksesin, e kupton? Kjo është çështje tjetër pastaj, kjo kalon pastaj te humanizmi, ajo barazia e mundësive, por kjo është komplet temë tjetër, nuk flas sikur ta kenë si tapin prag për të krijuar familjen e tyre. Ata mendojnë po që akoma baba mama ne nuk na krijojnë asnjë mundësi atë të krijojnë familjen. Baba, çfarë do me këtë janë? E kujt është fëmia ajo? Ata do bërsojnë. Ata mendojnë, me mendimin im, ata mendojnë se po nuk krijua kjo mundësi atyre për një për të dy, nuk kanë të drejta, nuk krijohet një familje ta mëmës kanë drejtë të bërsojnë. Ti po mendon se çfarë argumenti mund të përdorin ata? Ata, por normalisht ti që janë kundër. E pra, se fut kod tash ti. Nuk ka, valla, shikojnë çik. Ne kemi diskutuar disa herë këtë muhabetin, domethënë, për punën e birësimit edhe unë të kam thënë domethënë, që unë nëse do i kem mundësi të thon, financiar do birësoj. Si më duket një gjë shumë humane, domethënë nuk kam njohur individ që kanë qenë birësuar, kam njohur edhe familje, domethënë që nuk kanë pasur mundësinë të bëjnë fëmijë. Por çfarë biologjike, e kupton? Edhe është gjë nga dy anë, domethënë është shumë e mirë që ta vlerësosh jetën. Kupton? Si ti ofrosh një individi rritje, domethënë semi normale, se do vi ajo pika apo idhë që ai do t'ia thosh, kupton, që i birësuar, e kupton, edhe x po varet çfarë moshe, mund ta marrësh 12 vjeç birësuar te 30. Në rregull, mund ta marrësh që të vogël edhe kur të vej 20 vjeç, 25 vjeç, do kesh çaj, të kesh bali, muhabet në kafe, bam bum, do ja thosh, e kupton. Siç është edhe për individ që nuk bëjnë dot fëmijë, e kupton. Nuk se është është black market, për thënë. Fatkeqësisht, fatkeqësisht. S'kam se them fatkeqësisht fare, por që statistikisht, domethënë ta që nuk bëjnë fëmijë nuk është se birësojnë shumë. Më shumë, statistikisht birësojnë ata që kanë pasur fëmijë, domethënë, që i kanë humbur dhe që nuk kanë bërë dot tjetër, ose ata që kanë pasur fëmijë, domethënë, edhe e kanë birësuar, e kanë marrë një kushërire, e kupton që ka qenë andej që i kanë ndodhur një fatkeqësi, e kupton? Po si ka kaluar mosha, pasi to janë bar, duan të dy të mos e bëjnë dot. Kishte për shembull tregon babi mua, domethënë që S'merret Shqipëria për bastë to, se ne përsëri kemi shumë dulët, normash në Europë në Amerikë. Po jo, se nuk i dim ne këto. Prandaj nuk jam merr për bastë princip. Babi thoshte që aty ku ka jetuar përpara halla e babit, ndonte në Gramshën, në një vend kështu. Ata tregonin që ishte në të gjithë, sidomos në jugun e Shqipërisë, domethënë ka qenë jo tradit, po gjë që zbatoi më shumë kohë, që në qoftë se një familje nuk e kishte mundësinë ekonomike, domethënë fëmijën e bënte dhe ja jepte një të fisit që e kishte mundësi. Në qoftë se nuk bëni dot fëmijë, nga fisi ja bënin fëmijën dhe ja jepnin, Nuk e keti këtë, nuk e merrti si. Jo, po nuk e ku e diti, unë se di atë. Unë e di atë, daja ime është. Ore po unë se di. Unë e di. Po mua ishte gjë e re kur e mora vesh për shembull. Edhe më duk shumë bomba fare. Po nuk është se nuk e di, dini kush i prindërit. Nëse të prindërit do të jenë 1 muaj, rrit 10 muaj tek gjyshja e vet për shembull. Sa di kush e mban. Jo, po them që në djep apo. Që në djep, po u sqarova vetë që në fillim nuk ka se u prit 18 vjeç. Jo, ka pasur asaj raste, po them ka pasur raste që kon ja dhënë dhe se më marrë vesh asnjëherë, kupton, thjesht e dini. Ishte vizita pa edhe që jepësh nënën, po prapë që po largohesh orën e parë prapë dekada ndihmërin. Është vështirë ti thosh fëmijën e patë në. Mirë, shiko, ata që bëjnë fëmijë të hajrit, domethënë, me sa mund të dim ne për fëmijë të hajrit, domethënë, po që ata që bëjnë fëmijë të hajrit ka pasur edhe emisione që kemi pasur parë në Top Channel për klandën në përgjera, kupton që edhe mbasi e kanë gjetur familjen ose nënën biologjike gjithmonë me prindit kanë dhënë, ata që i kanë rritur, kupton, që gjithkohës i kanë quajtur edhe nënë dhe baba, ju për mua jeni të kështu normalisht të burit. Se ai që është i ndërtuar deri në një farë pikë ja di vlerën. Sidomos në qoftë se ata që janë birësuar bëhen prindër vetë, domethënë, e kur e kalojnë atë pjesën që sa e vështirë është, domethënë, se çfarë përkushtimi do, atëherë ja din atyre.
Është vështirë Nëse të për këto rritë. mbërësime që flasë Freti tani nuk janë mbërësime në sistem, të s'ka fare cikun në sistemi. Unë po thoshe të marrë nga shtëpia e fëmijës për shembull, për to të kështë fjalë. Shikon, në shtëpia e fëmijës, di pse është vështirë në Se Shqipëri? në këtë këtu ti fëmia e ka prindër, domethënë një fëmijë që s'ka fare shanse të jetë në një familje normale. Por ato që janë çifte gesh nuk do marrin ato, por haroj, Ata ato do do marrin marrin. beb direkt. Pse? Po jo, por se s'kan, po se statistikisht nuk e marrin asnjëherë të rritur, se marrin gjithmonë beba, edhe i rrisin vet. Ke edhe shumë fëmijë se beba plot sa dush. Beba, po beba tjetër gjë edhe të jetë 4 vjeç, është tjetër gjë. 4 vjeç. Po jo, po jo si ka kaluar. Çdo të 4 vjeç, më Shiko, mirë po ka kaluar 6 vite laku në familje, në shtëpi fëmijë, sidomos në Shqipëri, ai është damaged, e kupton? Si fëmijë. Sidomos me ato kerma shtëpi fëmijësh që kemi në Shqipëri, e kupton? Me gjithë ato skandale që kanë dalë atëherë i pa ardhur në këtë inqimani edhe gjatë kohës ato fillimet kur ishin me këtë që dinin për lajme abuzime, gjitha e raje edhe kështu. Ata janë fëmijë të dëmtuar apo aty. Prandaj më vërtet mundësia e parë për ti që do pyesni në kema kërsesh mamin se babin. Po s'do e merri ti. Pse? Po nuk do e merri, por ta them unë që nuk do e merri, se nuk është jashtëzakonisht, duhet të kesh jashtëzakonisht shumë kohë të merresh me atë. Ne po flasim për mitet tanë, po flasim për një familje normale. Po familje normale, deri në 6 vjeç. Po familje normale, ku janë të dy prindrit në punë, njëri deri në 4, tjetri deri në 6-7 mbasdite, vëllai, çfarë do ketë kohë të merret me atë? E vetëm ndryshim që do ketë ai fëmijë ishte nga do rinte me 10 fëmijë të tjerë, do ri vetëm me një shtëpi më të mirë, me që njerëz i gatuar. Gjysmë kushërin do ketë gjyshe, do ketë shumë pse. Edhe sa të informuar, sa të shkolluar i kemi fëmijët ne që të pranojnë ata që janë gjysmë fëmijë. Do zihet, pastaj ti e di kush janë fëmijët, ata do zihen, do i thonë ikë se kam mësuar. Ti jep një mundësi, jo 6 vjeç, po 12, 15, atë 16 tashmë lart. Nuk po diskutoj dhënien e mundësisë. Nuk po them sa si është fjala. Integrohet. Integrimi është plan. Është i vështirë shumë sidomos në adoleshencë për këtë. Ti e di shumë mirë që janë fëmijët në adoleshencë do e thonë gjën kështu edhe gjën më naziste të mundshme do ja thonë për momentin. Se të kaput hormoni. Është sa fillon më betare. Se di edhe. Aty është më formuar është kritike domethënë, si për 6 vjeç është kështu. Se di është. Ti çdo ti pastaj ata s'pasan zgjidhur, ata i thonë ashtu dyrin. Është vështirë të thuash ti prandaj më mirë është se kanë, unë s'po ja them fajin atyre. Ata s'kan faj, jo. Jo, unë po them është faj sistemi të shtëpisë së fëmijës, e kupton, për dot. Për në çdo vend të botës ka problematike këto. Edhe në çdo vend të botës ata që janë më në moshë është jashtëzakonisht shumë e vështirë të birson. Statistike edhe nuk është gjë e paditur. Çfarë moshë është shumë statistike, po të paktën 6 vjeç më nëse i ka kollaj deri 6 vjeç. Kur fëmia fillon artikulimin e pavarur, që është 5, 6, 7 vjeç, domethënë atëherë është jashtëzakonisht shumë e vështirë ta integrosh në familje. Sidomos kur ka jetuar në shtëpi në familje, në shtëpi fëmijë. Se për shembull e marrë një rast absurde, shumë një rast që nuk e di unë sa njëherë më sa ndodh. Nëse për shembull ai është fëmijë 5-6 vjeç, i ndodhi një fatkeqësi domethënë një aksident, diçën të dy prindrit domethënë, i del garant në familje do e marrë unë domethënë. Ai është e ka më të thjeshtë për të integruar, e kupton? Se ai nga familje të kaloj atë dhimbjen ato 2-3 vite, domethënë po do japi ai shmërotësi familja, dhe ai është aq i vogël, është akoma aq brum sa ta përpunoj. Po në qoftë se nuk i del direkt një garant në familje atë, ai shpenzon 2 deri në 4 vite të një shtëpi fëmijë, domethënë vetëm me fëmijë të tjerë. Edhe me ata rob që i risin, e kupton që sa kokaj të merret me 15 deri në 100 fëmijë që janë atje. E kupton, është mangësia, do ndjekur hap pas hapi. Me shtem shumë që kjo punë. Është vështirë është pa mundur, pro. Nëse kisha problem se me çift gejsh, të merrta fëmijë, bile ta dia për ne, më mirë të shënoj një fëmijë, të rritet me ata se sa është fëmijësh. Por zotëri, po kjo në fakti që ka nën edhe ka bab si fjalë, nuk i parandalon ata të birësojnë, mos e fut kot tash. Jo, shpërma nuk lejohet atë person. Ore nuk e diun tash se si është Shqipëria. Ai po thotë po mirë ti bëj kërkesën, dua të birësoj atë, jep të drejtën birësoj atë, nuk e di unë. Është çfarë apo jo kjo. Pjesa asaj, po gjithsesi. Ne skemi Jan Xhemi, skemi asë Nea, se çuna kanë një Nea atje si Xhemi kështu. Po principisht, gjithmonë, në princip edhe nuk ka sens domethënë të ishte këfajën ti sepse nuk më jepet më mundësia. Bëj çfarë duash atë. Ore, para fare thelbi mua vetani të rim stand të flasin drejt. Ta që janë të vetë quajtur ndryshe, se njëri shumë rrallë njerëz i quajnë ndryshe sot e kësaj dite. Sa mos mosha jon, po flas për ata që janë të vjetër mentalitet. Qofse do të trajtohesh si normale, para fosilës si normale. Po mos e banalizo ashtu muhabetin e murtik. Ke plotë që rrihen kocë ndryshe, ke plot, mos e banalizo kocë. Po mirë,
Si janë ndryshe, gjithë janë ndryshe. Ure, që vishe ndryshe. Ndryshe jam unë e ti, por ne të vishemi brenda një norme tonë. Të vishe ti me fund, dhe as e paragjykime. Nuk thoshe njëri, okay, kjo është normale. Edhe këtu në Berlin, një imagjinon në Tiranë, në Berat edhe në Durrës. Normalisht, për se kam ati, unë kam pisa të mënyra se si reagon robi i vetë, e kupton? Në që se ti e shikon që ti nuk ti jepet ai shanse, domethënë që ti je njësoj se të tjerë, ti duhet të cillesh njësoj se të tjerë, se nuk më duket pak e egzageruar kesa, domethënë që më duket ndonjëherë kështu si kërkim vëmendje, e kupton? Se ta bëj atë krahasimin që bëra ai. Si thua ti, s'do ketë asnjëherë gay. E po të ndihesh gay the varikare, Jo. Si të tjerë. Jo, ti tani po thoj që nuk që gay është normale, atë se thash, unë thash sillu si njeri normale, valla, pavarësisht ç'a besimi fetar, ç'a drejtimi seksual ke. E kupton? Ç'është njeri normal për të? Njëri normal është një njeri mashkull, për shembull. Punët e veta që nuk i ndan la preferencat e tij as seksuale, as të tjera domethënë me individin tjetër dhe nuk ja imponon asnjë njeriu. Shikoj në Ky është më njëri normal. Në Europë, një gay apo dëgjon transgender të vishet si femër mashkull, duket në pamje mashkull, vishet në fund. Të kaloj tani kjo të kaloj kjo ose kjo në Tiranë. Mendon se do ketë reagime? Po nuk do të flisja për të. Këtë po thosh atë, por nuk është normale, është normale për të kjo veshje ashtu. Jo, nuk po them për atë unë, ajo për atë normale është, ajo ashtu e do. Se ti po thotë ti si për normale. Po kush është normale? Ç'më intereson mua valla se si veshet ai atë. Po sa po the, do sillesh në mënyrë normale. Tani sjellja valla, nuk po them veshja unë, si ja fut kot tash ti. Sjellja valla, i çaj imponon shoqërisë. Unë nuk kam asnjë interes për shih me robën valla, kupton? Ideja është, kjo është më shumë valla edhe për nuk është për masën, është për personazhe, domethënë që kanë një farë influencë, janë personazhe publik, domethënë sidomos për ata që kanë përjetuar diskriminim, domethënë duhet maten mirë. Domethënë kur dalin domethënë që të mbrojnë të drejtat. Se të drejtat nuk janë mbron domethënë me mesazhe banale, të drejtat janë mbron duke u marrë me grupin njëri. Por është një se ai paralelizmi i Partisë Demokratike, kupton? Rregullohesh një brenda vetes, arrin një shëndetshmëri, arrin një kënaqësi, me veten tënde, domethënë, i bën grupin ose atij minoriteti apo si quhet kjo, një klasë shoqërore që i bën ata të sigurt brenda vetes. Pastaj robi që është i sigurt dhe daku nuk i plas shumë trapi se çfarë mendon tjetri. Ja, po qyteti që nuk i prish përshëria i prish, jo, po se thash atë. Unë thash, unë do të them ta. Ti valla, si më normalisht, do të vishesh me fund. Vish valla me fund. Me çfarë duhet, e kupton? Po thjesht e kupton. Është pjesa e imponimi, valla, kupton, nuk mund dalësh, e kupton, për to të thosh jeni maskilista, e kupton, jeni kështu sepse gjitha edhe kjo Pride, e kupton që janë krenar për çfarë krenar, çka ke bë? Si ti je ashtu? Po ja, unë gjëse jam pro. Ai të krenar ti që je normal. Mos po un po dal. Që je hetero, se normal. Po të dal. Je krenar ti për atë. Jo, po dal rrugë gjëse të vesh. Ora je krenar për atë? Ja, më është krenar. Je krenar herë? Çfarë se krenar? Po çfarë? Po pse nuk do ndjem. Ora çka ka për të qenë krenar? Kundër të krenarit ç'është? Kundër të krenaris. Ku dëgjon se kundër krenaris? Po mirë, do ndihesh unë keq. Unë nuk ndjem keq. Ndjem rre, ndjem krenar, ku dëgjon. Ata ka fjalë ndjen krenar sepse kur unë nuk shikojnë çika valla se e di pse thon ndjen krenar ata se kanë prapë mos, sepse kur ikën çdo ditë normale ata sulmohen. Pra atë. Për mos ta bënë që nuk i ngacmon njëri, nga se shkon atë. Ore zotri, ti, nëse sulmohesh se po më mund tani një avokat aty. Jo, më shumë mirë se jep sens muhabetit ashtu. Është gjë shumë e mirë, atë ruash çik balancin, po. Ti e di ku je krenar? Ku ka bërë? Ka një produkt, e pra. A kupton? Kur ka produkt valla. Qofse për shembull del një nga këta, kush është gay këtu në Shqipëri tani se si di mas me emra. I krenarti që ishte këta? Jam. Çfarë ke bërë? Ja, be krenar. Çfarë produkti ke nxjerr? Ja, unë po bëj një podcast. Jo, s'është ndaj gjë valla. S'ke bërë ç'është ndaj gjë valla, se unë po mundohem valla me atë kapacitetin tim, aq ignorancë. Okej, para një muaje, ti s'kishe podcast ose 2 muash. Ishe krenar që ishe shqiptar? Isha krenar. Po çfarë kishe bërë? Sepse unë jam munduar ta prezantoj shtetin mirë, se mos u qemi, ne sa më mirë të mund. Ja, ta mundohen të ku dëgjoj. Ata prezantojnë llojin e tyre. Llojin e tyre. Specimente. Unë duke mbrojtur nuk e se. Ore jo, po mirë tani, se marrin sensi më bëj, fillon të kapin tani të nxjerrin timin nga kasta, tjetër gjë, apo se po shikojnë që se më duket se nuk po ta parashtroj dotën ty se ku e kam. Unë pjesa që jam krenar, që jam shqiptar, plako, fillon nga pikpamja e parë, domethënë që ne
mundohemi, sa mos e paktën unë këtu domethënë mundohemi ta paraqes vendin tim në mënyrë sa të mirë të mundshme. E kupton? Po. E di shumë mirë çfarë industrie punoj unë. Do të thonë di shumë mirë që është industria e ndërtimit, e di shumë mirë se çfarë gjitha ato. Kam pasur ata të gjitha paragjykimet, gjitha se si janë shqiptarët çka kanë bërë. Që pastaj ti e mban më to kur ishim në Alhöhenhausen, ta jeni mafia tha. E kupton tash? Ne duhet jemi krenar për faktin që ne s'ja shkruajmë rrota sa direkt i fuzim grustin, e kupton? Po i thamë që jo, ke gabim, ne jemi studentë, kemi ardhur kështu. Ne u treguam normal në një diskurs. Domethënë që ti atë tregojnë Robit, unë nuk i thash atë di raciste. Kur më tha ajo, e kupton? Si të shëtë se për me shmeqeranas. Po jo vetëm më plak, po mund t'ja kishe thënë apo ide, mund t'ja kishe thënë për ta kishte mundsinë. Po të doje ti, domethënë ti të kapish dhem për dhem, do i thosh racistë, do kishe marrë atë vallë, do i kish bërë kërkesë Eurazia, na thon racist, domethënë dua lekët mbi afsh, më gjej shtëpi tjetër brenda 2 javë. Mund ta kishe bërë dhe ashtu, po nuk fiton asnjëri ashtu. Edhe kjo është njëta gjë. Nuk fikson asnjëri ti thotë jeni shoqëri patriarkale, ju duheni vrar, duhen shpore nënën, shpore babain, shpore maskilizmin. Bëhet pa ungjeshe të për të soplame. Tjetër gjë çfarë është ajo valla? Nuk po them si sillesh ti. Mënyra se si sillesh ti është ajo që duhet të jesh ti krenar për veten tënde, produktin që sjell ti. Të produkt. Për sjellje. Ata krenar. Po çfarë sjellin? Çfarë po sjellin? Që po shajnë rob që janë straight, që janë heterogen, ai është produkt. Krenar që po bëjnë të sa them, normale të qenërit ndryshe, të qenërit edhe llojin e tyre, të qenërit kështu transgender. Ta krenar. Janë krenar të ti movement që po bëjnë. Po kujt po i drejtohen Allah, që nuk është ajo, nuk funksionon ajo. Shoqërisë tjerë që paraqykojnë ku do të Kush po i pa ti ke një gabim të thellë. Ti mendon se ai që paraqykon do i shikojë atë. Më falë, me rob shpjesë me shtavat në herë. Po të zaptojnë rrugën, nuk e shikon se mbi syt kur kalon. Ore, po çfarë thotë, ndryshoi mendin ai aty? Ë? Ai thon do ikë plerse në azurë sheshin në hapet barkun, ai që ka atë mendje. Po do shikojnë, herë do thojë okay, ta janë sa nuk lëvizin. Ndryshimi arrin vetëm me platformën, e kupton? Po do të arrish ndryshim. Del ti, pra atë, krijon platformën për tyre i thotë që gjithë që jeni fëmijë tash domethënë për gjithë ato gjëra nuk ke nevojë të ndihesh keq, nuk ke nevojë ta ndash me asnjëri sepse seksualiteti jote është personale vëlla. Është personale, po. Është personale më plak. Pa mini protesta pa këto. Edhe shikoj se është paralelizëm shumë i thellë. Edhe kjo është gjithmonë zgjedhje ti mund ta bësh këtë diskurs, këtë argument mund ta hapësh me persona që pranojnë të diskutojnë për këtë gjë për ty. Ku bëjmë muhabet me ty për politikë? Ne kemi agreement që tani do bëjmë muhabet për politikë. Kupton? Fillojmë muhabet për politikë dhe ne futemi. Unë tash nuk të vi ty të vllatë shtëpia me pankartë të them, kupton, ik Basha. Se ta ajo është idiotësi valla. Ti do të hash bukë, kupton, ti do të bësh atë unë të vi tani të zë derën. Nuk vete një musliman në kishë toni jo Allahu është Zoti, ju e keni gabim. Ata vinin në hiç kceme, se kupton, në një misin. Nuk ndodh me tash. E duhet të ketë pranim valla, është debati plako. Po ta bëjmë bashkëbisedim ata. Po ta bëjmë debat në Amerikë. Ata të kishin pritur ashtu do ishin akoma slevere, ose do ishin akoma pa të drejta. Filluan bën paradat, bën protestat që u njohën disa drejta ose të gjitha tani si tani. Se do ishin akoma pa ikur në shkollë, do kishin shkolla vetëm për afroamerikanët dhe për të bardhët, do kishin autobusa vendet e fundit për të bardhët, para për të bardhët, edhe para për të zinjt. Po mos ishin protestat, nuk do ishin bërë ato. Se dolën ata, kjo është çështje për diskutuar, mos e fshini më mbrapa. Ti mund vish tek imja të shpejme të thosh që do diskutuar kjo. Mos rri me mbyllur në shtëpi, do diskutuar. Mirë, këtu e ke të saktë këtë argumentin, po unë nuk e heci do të 100% me këtë mendje sepse ndryshe situatë ishte ajo, ndryshe tani. Tani ti po të duash, po të jesh aq pill seme, domethënë, ose kar seme se do të jemi edhe kështu tash, ti përdorim të dyja, ti jemi korrekt politikisht, e kupton? Po mbron prindin 2. Po mbron prindin 2, 3, 4, ku ti gjao sa më edhe. Po tani ai ke mënyra të më thënë, të arrish në mënyrë më shoqërore. Apo thua ti, a theti që ti bën normale, domethënë që edhe ne jemi si ju. E kupton? Ti e ke, nëse ti je i bindur thellë që ti po mbron një çështje të denj, sillu i denj. Çfarë do të thotë sillesh i denj? Diskursi publik të jetë i pastër, të jetë gjithë përfshirës, të jetë bashkëbisedim, edhe debat pa thirrje emrash, e kupton?
Po jam Pa i thirrur robit maskilist, pa i thirrur robit feminist, pa i thirrur humanist, pa i folur shoviniste, fashiste, se këta i kanë kështu, nuk e diun, ta i kanë dëgjuar kështu për këto që dalin në YouTube, domethënë. Duhet të filluar në Shqipëri të bësh në një kurse kështu çdo 5 minuta, domethënë që çfarë do të thënë fashizmi vërtet. Po portarët e diskursit do të treguar që jemi është një numër këtu. Se po ditë vetëm për një person nuk ngrihet as opinioni publik as Po mos të as interesi. Je i shtypur ti. Kem të paktën nuk dëgjoj 100, 200, sa dolën aty në shesh. Veri një numër ti? Do të japim ta parashikojmë. Si kam ditur. Dolën 100 veta për shemb. Dolën. 100 veta alla kërkoi që një misioni, duhet të bëjmë një mision. Ftoni ju lutem 10 intelektual. E kupton? Ose bëjni ftesa 10 edhe 4 të vinë, e ne duam të bëjmë diskurs me ata që publiku në orën 9 pasi kanë ngrënë bukun ta dëgjojnë ata, domethënë, edhe ai vetë domethënë mbase se toleron, po do ja toleroj fëmijës ti që ta shikojmë efekte për 5 vite mos vuajnë më shumë. E kupton? Tani, kush ka bërë? Sa po ne? Asnjëri se ka bërë, se në qoftë se e ka bërë dhe e kanë refuzuar ata, alla, shumë të dalë atë në rrugë. I ka shtrirë njëri dorën tyre? Ti bërë screenshot aty mesazhit në WhatsApp që e ke dërguar aty domethënë. E thosh, unë i kam dërguar, kam bërë kërkesën për emision te filani më ka hedhur poshtë domethënë. Edhe kjo mua më cënohet, nuk më jepet audienca e dur për të dhënë mesazhin në mënyrë qytetare. Atëherë ke të drejtë të bësh aty del qine, deri flaku. Ai flaku. Jo, tako kur ty nuk të jep njëri asnjë lloj shansi tjetër, nuk ke ti zgjidhje. Po të gjitha private. Ti jep se Po flakën s'vendon ata shumica mund të fillojnë të këndojnë në kërcejnë, nuk janë aq magnetik. Jo, edhe po mos e japin drejtën kanë private. Çfarë ti bësh? Vetëm të veshoj asaj. Jo, po më shiko televizionet, televizionet që janë televizionet primare, domethënë i kanë interes, domethënë të japin çështje. Por një interes kanë vetëm ata, shikueshmërinë, asaj. Po pra, po, e kupton. Kurse ti më krijohet një, se ata kanë edhe të lidhur në kontratë edhe klanin Top Channel, domethënë kanë një kështu, një stad domethënë që duhet të për hapin atë realitetin domethënë, e kupton. Dhe kur kthehet te një punë realiteti këto domethënë, pasivisht do e marrin ata, se rritet presioni shoqëror, rritet interesi për atë dhe do e marrin, kupton. Po kjo është njëta me çdo gjë në Shqipëri, nuk është vetëm ata, ato është njëta edhe me ato që quhen feministë, kupton. Ajo Zhaku tash, jo Zhaku. Zhak Shirak, ka më shenim Zhak. Si arova. Ajo që ka atë, si që tallin trapin çunat me meme kështu me gjëra. E ishin ftuar këto tek Armiku i Popullit, emisioni Televizion Plus. Do ta shikosh atë. Është një ato çuna që bën podcastin dhe një me mbiemër Roshi, nuk e di çka ka atë Kadri Roshi. Kadri Roshi? Po, nuk e di çka ka, më duket se është i gjakut i Kadri Roshi. Është shumë emisioni i lezetshëm, edhe ata e kanë ftuar njëra atë domethënë, dhe ajo në fillim shumë ka qenë psikopatë nga ato feministë domethënë. Tani e ka parë që ka hyrë ky drejtimi woke domethënë edhe ultrafeminizëm në Shqipëri. Domethënë ajo po thonë që ose po merret keq tash ne duam barazi edhe feminizëm. Është më shumë kështu për barazi dhe jo për që femrat janë superiore gjitha, se feminizmi është që femrat janë superiore. Se maskilizmi është meshkujt janë superior, feminizmi është që femrat janë superiore. Humanizmi është ai që ka të drejtat, barazinë në këtë. Mundësive. Barazia e mundësive është humanizëm. Nuk është as feminizmi as maskilizmi. Se është kjo disa banane që është ato, maskilizmi fjalë keqe, feminizmi fjalë mirë. Po, është ndrorë kjo në këtë gjë. 2000 vjet histori. Prandaj ka marrë konjunkturë negative. Po, çfarë do thotë ai? Ka vuajtur femrat 2000 vjet dhe tani do t'i vrasim gjithë meshkujt që të bëhemi barazim, atë kanë kaluar. Jo, për Bill Burrit. Prandaj thotë burrë. Kur që bënim në gjymëtirë rini ishte rregull tani. Dhe në Balenciaga. Norm McDonald's ka një when we were hunting animals, women were sitting on their fat ass and eating chocolate. Ai është kryeve për Norm McDonald, Bill Burr, marsin nga ditët tona. Ata janë, nuk e di, kur të vdesin ata do mbaj zi, ose duhet mbaj zi dunjaja nga 4-5 ditë. Më bëti se çuna nuk flasim për to gjëra këtu në fillim. Më shumë jam me tani mbyse e kupton edhe vetëm muhabeti kur bëhet, domethënë është kur del në njëri si punë këtyre që dalin kruat emocional trapin çfarë fusin to. Ose pastaj ne kemi edhe një nivel jashtëzakonisht shumë dobët edhe në media plako. Kam parë 1-2 emisione domethënë që edhe mi kanë treguar, 1-2 kanë parë vetë, shumë kanë qelluar nga kliket.
bëjnë këta debatin, domethënë, me zinive dhe ftojnë domethënë meshkuj shumë të trash, edhe femra akoma më të trasha. Dhe thash, E kuptoj. një kështu kanë. Ftojnë meshkuj që thonë që femra do lajnë nenën të gatuajnë gjithë ditën. Ftojnë edhe femra që thonë që unë zgjedh të dal me shoqen për kafe dhe kjo zgjidhja ime është punë. Thonë çan niveli bisedimi ka është absurditet apo? Këto të reqi me mend me publikut, thash, në shushmëri ka. Qëllimi i tyre nuk është kurse ata që do të bëjnë ndryshimin këtu do të luftojnë këtë. Po u morën ata pasaj me të parë. Kështu? Normalisht s'ka për ndryshuar ndonjë gjë. Nuk vjen ajo, kupton? Po. Nuk vjen. Ta mbyllim të zgjedhën të bëjmë diçka më rëndësishme. Zgjedhjet e PD-s. PD e janë çaj. Jo, se pa. Ishin të ftuar të tre ata. Atë me sa pash diun ajo Edith Hargjish komplet e dal nga loja, kështu domethënë. Ta të tre burrat janë tash, si jemi gati akoma ne plakot marri një femër, po jo vetëm se ne kemi shoqëria ka shumë pak faj për të. Nuk kemi femër në atë nivel. Unë që kam dëgjuar ai ishte me planin 90-s, atë po fatkeqësisht ne nuk kemi asnjë femër në atë nivel. E kupton? Në atë nivel luftarak. Po unë kam, të thash ta kam para, po dishe Bregu për PD-n do e kisha marrë ajo. Do kishte shumë. Po, Bregu s'është në lojë. As Josefina Topali s'është në lojë, e kupton? Ato direkt do të kisha votuar. Po me nishte thash gabimin. Nuk kemi femra që janë në lojën politike tani që të kenë atë potencial. Pastaj shumë mund të ketë ato, ku diqë, dali një abilisti e shpiceme, ku diqë, s'kemi gjë me ta abilisti, ai me erdhi në goj, bilisti të gjithë, e fjalë e bukur. O, bilist. Unë gjë ishin dhe opinioni, dhe të njëjtën kohë është e Sali Berisha të një televizion tjetër, shushmëri. Të djathtë dhe një grupin. Tani janë ndarë ata, për mos e pasur shumë shushmëri këta, gjysë të i mori Sali me kramata. Po betin. Kush i mori? Ishte te opinioni, ishte ky Agroni, pas Agronit ishte ta të gjithë me radhë. Dhe në një televizion tjetër nuk të syri që Sali Berisha. Në të njëjtën orar. Edhe pse tha Blendi atje që nuk, se edhe Blendi është kokra e legjeni kur vjen punon aty. Kemi ftuar të katër kandidatët për kryetar, domethënë, Lulzim Basha është përgjigjur, edhe la me aq. Pse diskutoi ai një çika, pse s'është përgjigjur Lulzim Basha? Çfarë thash? Pse nuk mori mirë edhe debat ai kokë për kokë me ata s'do. Po pse nuk heri në intervistë pak? Do kishte bërë ata gjithë skanuar. Ata sa vetë do shikonin ata kur kishte Saliu në televizion tjetër. Mirë gjithsesi. Në rregull, pa mirë se ata jo vetëm kush po kishte Saliu në vend tjetër, po mos haro se prap do e shikojnë më shumë Blendin se sa atë Timpjekën. Nga grupi flasim jo opinion të gjera, ata që do votonin PD-s. Po amana po çfarë do thoj Saliu që si ka thënë po çfarë thotë Saliu nis nga epoka e lashme historitë e tij. Po Saliu i ka një dy fjalë ka urdhë? Jo, prit një minutë. Jo, prit një minutë. Jo, prit një minutë. Po. Jo, prit një minutë. Kështu Saliu është kështu plako. Cognitive decline, thonë se ta boksierat e ka humbur atë. Ishim në PD për Facebook-ën. Po për Facebook është diku kush ja poston ai, ke parë kur nxjerrë tablet na i do një orë ta hapi e ka. Çfarë po thua ti? Po them që kjo nuk ishte drejt, çfarë bën? Po ka marrë pozicionin Saliu. Do kthehem, mund të kandidoj prapë për partia. Normal, e ka vajtur bëth angar, tash i duhet mbrojtja e jashtëzakonshme tash nga drejtësia ti. Se jep mirë mbrojtja. Të paktën opinion e gjë. Nuk e di unë çfarë do bëj ai Daku, por çfarë lloj gjëje që do bëj ai është e keqe për ne. Ai nuk duhet bëj asnjë gjë. Ai nderin që mund të bëjnë tani, domethënë se ai për të qenë që thoi që të lë mandatin e të hapni procesin timi, nuk e bën asnjëherë. Po të paktën shut the fuck up. Nuk ka kështu në Shqipëri imunitet për korrupsion, mund të hetohet pas që deputet, s'prish punë. Të largohet nga grupimi i Partisë Demokratike. Atë mund të bëhet, domethënë. Po që nuk e të bëjnë ata, nuk e bën ajo nëse e kemi kanë thënë nga ai podcasti dyta është krye krimi ai, nuk del krimi vet nga molla. Krimin do ta nxjerrësh. Nuk ka mbrojtje për të deputetët. Ai s'pa. Për korrupsion. Po ka mbrojtje për 21 janari, për Grutecin, për budalliqe të tjera. Po, për 21 janari është momenti i korrupsionit për punën e videokasetës më vonë. Ai nuk është se dënohet të për çan ndodhi për atë më vonë. E kupton tani ti sa keq e kanë nxjerrë veten ajo kur tha për atë, jo, kishin ata fajin të IT-s. Ajo departamenti i IT-s atje domethënë që umi kaseta thanë nuk ka lidhje me mua fare, unë di fare kush është.
Çfarë kryeministri ka qenë? Ti se di kush është ai kryetari i departamentit të IT. Ti pas ke qenë Kusret Qameti, po. Për atë punë është ai i stafit. Tani më duken çik bastarde mua mos a di kryeministri tani kush merret me sigurinë e godinës së kryeministrisë. Ti mendon se Bajdi di kush merret me sigurinë atje? Ata ka një kështu të stafit që merren aty. Mirë, kraso Biden, ti që ka 360 milion njerëz, domethënë edhe super sipërfaqe me Shqipërinë, me atë katun që jemi. Stafin e kanë ata. Po, ai sa ka Biden, i mirë e ke, se fut kot. Po departament ndryshëm. Ore nuk është futur në punë ai se nuk jeni njeriu, kur një njeri ka dal garant për atë tipin që ka marrë atë, e kupton? Kështu që edhe ky po ti don të bytha, aty që ka dal garant për të futur atë në punë, atë do pyeste ai. Ai pyeti ka thënë lere vlla, e kupton, ky ka thënë iki psi atë ta mora shpirtin, ky tha. Të vudi në punë, hiqet tash, më nga hamun. Nuk ka transparencë për asnjë gjë apo këta nuk e kanë as shpirtin e sakrificës asnjë gjë. Nuk ka arsye pse të vazhdojnë politikë, domethënë nëse ai vërtet mendon që është i drejtë, domethënë nuk ka arsye pse do të rinë politikë. Vetëm për imazh, kupton? Nëse ai është vërtet ai që amerikan sa thotë, domethënë del 2 vjet me politikë, i sjaron, edhe kandidon prapë pastaj për deputet, e kupton? E thotë që unë e zgjidha atë problem. Ky ishte kur do trapë ai ka në për deputet. Edhe 4 vjet të tjera. Edhe 90 vjeçë. Ai, po ti isha ashtu që shi tash vëlla direkt tash jepet drejtën edhe kur zgjedhet bashkiake kanë ndonjë kryetar bashkie për Tropoj. Me që thotë ashtu që ka bere. Vabbè. Banot. O ka ai më shumë eksperiencë ka se ta marrë një bashki. Ti se me një bashki. Po si di se ndaj fondet. Ja pirama fondet aty për të Tropoj. Në publika ai e ka audiencën e gjerë, ai mund t'i publikon direkt atje, urdhë, s'na dhanë lekë. Se nuk ka ndodhur në Shqipëri për tramvajin, por ka ndodhur, Por në Tiranë nuk ka fondet. Po me atë mobilin e tramvajit, edhe unë s'do e bja fondet valla, edhe një politikë që ku tramvaji në Tiranë. Tani më prek mua prapë si në degën time tash, tramvaji në Tiranë është kancerogjen, plak. Mi ke autobuset, janë shumë të pastë. Trenë valla, nuk e kthej nga duash ti. Por tramvaji ata me Shtrasëmbani. Po pra. S'bëga punë. Trami është. S'bën punë valla sepse është trafik rrugor në rrugë. Ty të duhet një gjë që ta heqë trafikun nga rruga. Do sa punë prish punë tramvaj. Ti shikoj që janë këtu për sa prish punë tramvaja, gjithë anë. Porcin vetë këtu. Çfarë punë? Ora është në mes valla, është puna tek nyjet. Kupton? Në Sudi për çfarë bën atë ligjin atëre që thanë që provuan 6 muaj. Që sa afroi trami në kryqëzim, bëheshin gjithë atë kuqe e kalon te trami, domethënë. Kaos total. 6 muaj zgjat kthyen prap me kohë. Nuk funksionon valla. Vetmi shpëtim për trafikun është edhe mbetet treni. Nuk ka asnjë gjë tjetër. Marrim Elon Musk ose atë shpo Tirana nga poshtë. S'ka nevojë Tirana për Elon Musk. Tirana shpo ashtu është. Ata duhet një që të ketë vullnet, një që të merret me atë punë, që të ketë ai shumë vullnet sa të merret 3 vite vetëm me të gjetur ata që do hedhin fondet. Se vetë se bëjmë dot. Bashkimi Evropian. Po Bashkimi Evropian apo çfarë interesi ka të bëjë Bashkimi Evropian në Tiranë aty me atë që jemi ne? Ne kemi probleme. E kupton? Bashkimi Evropian ka 20 vjet që për Tiranës lek për Bashkimi Evropian po bëri. Bashkimi Evropian po bëri daku që ne do ndihmoj shumë ashtu thjesht bëj ekurudhat ndërurbane në Shqipëri për transport madh, e kupton? Ato po të na bëja ne kanë bërë ata më shumë se sa do të bëjnë. Edhe ti po je pastaj i zgjuar ose i mirë ose që vërtet ta shikosh atë përpara, okay, aty implementoi traset gjithë ai të ta ngriti trafikun e madrave, jep ai pastaj i njerëzve. E disa i pa kushtueshëm është pastaj kur kalkuloson me atë. Ti duhet të arrish një stad, domethënë një nivel ekonomik që ta ushqej. Trafiku njerëzve del gjithmonë me minus. Por madra, ato distancë që ka Shqipëria në përballje se s'na. Trafiku e themi anglisht në vllai se i friksuam transporti njerëzve, është ide, transporti madrave, transporti njerëzve, po thashim trafiku njerëzve gjithkohë. No, trafiku ka rregull, ke pa. Po në Shqip është transporti, jo trafiku. Treni ata. Po për vlerësimin është ekonomik apo ti trafiku njerëzve nuk shkon transportin. Transporti është lëvizje. Trafiku, sa njerëz kalojnë, atëherë shikon është pozitive apo jo. Trafiku në Shqip është dëndësia e automjeteve plakos, dhe është dëndësia e trenave. Trafiki është rregull në Shqip. Tri që fali. Ajo edhe për madrat nuk e di të funksionojë brenda Shqipërisë. Mund të funksionojë për Maqedoni, Shqipëri, Greqi, Shqipëri, por brenda Shqipërisë është shumë e shkurtër. Po brenda Shqipërisë ata kanë me mendje kur thënë valla, kupton, nga Shkodra në Sarandë, kupton, do lidhet edhe me Malezinë me Greqinë, ne brenda çe duan.
Si kemi. Ora ajo edhe brenda Shqipërisë ta bëj, që vinë ato, do vinë nga Serbia, nga Malizi, kamionat domethënë, bam, vjen deri në Sarandë, ikën në Greqi pastaj, kupton? S'ka ndonjë problem. Nuk e di. Potencialin e kemi ne, i ka bërë Xhaxhi që ta ato kohë, domethënë ato thjesht duhen shkulur, duhet bërë traseja nga para që të mbajë. Për sipërfaqen e Shqipërisë më mirë është rruga. Sa kështu. Po të bëj. Jo, për kundër shtete, jo sepse është më kështu. Hyn në vende kur nuk e bën dot me trendi. Ku hyn në vende? Ku se bën dot në tren në Shqipëri? Çdo vend e bën tren në Shqipëri. Ne kemi ato qytete të tjera zakonisht industriera, kështu gjata, nuk është vetëm Tirana që gëmbulluar si top. Të tjerët janë qytete gjithmonë të hapura, që kalon treni në trajektore të bukur fare, si në Shkodër, si në Florë, si në Sarandë, si në Durrës, si gjithë. Nuk e di ta përsa është më praktik automjeti. Flas për kamionar e gjerë për mallra se sa për trenin. Në sipërfaqen e vogël. Është spektra Për sipërfaqen e vogël që kemi. Ngre jashtëzakonisht shumë atë lëndë me trafikut. Ka për Berat Tiranë, na bëj për 1 orë. Ti po të bësh të trenin do të ikësh te vendi ku ngarkohen, do presh të niset me orar të ose me orar, nuk e kur të dëkarit ty, ja. Të vej. Nësa kështu, qysh ti Berat Tiranë kemi 1 orë, jo kur do të rapi ty, është shoferit niset. Po ke 15 maune që influencojnë rrugën. Kurse ti atë orë që do presësh në dogan me maune domethënë, se pret fare ti pret njëra atje domethënë në stacion Ollat ke vajti. Ajo mund të bëhet ajo mund të bëhet apo nga Maqedonia që do të ikën në portin e Durrësit atëherë e bëha punë. Jo, mos do të bëhet për ty, nëse kalon një nga Berati për shembull. Edhe ndalon edhe s'ndalon Berati, kupton, po mund të kaloj. Nëse se ndalon ai, do bësh ti gati një kontener me vaj ose me zhëllë madhe. Do bësh një kontener me vaj për shembull. Do e marr, do vesh tek stacioni i trenit Berati, 5 minuta punë ke ti. Do e marrë, do e shkarkoj. Pastaj ai do të vjet në tren deri në Durrës direkt ai për gjysmorë, kupton. Po gjysmorë është kështu pa ardhur atje. Po pra, po nuk e ke trafikun e rrugës atë. Të eliminohen, hiqin gjithë ato nga rruga. Këtë po të them, këtë nuk po kupton ti. Kupton, nuk ke trafik rrugor me mjete të rënda, kupton. Ti thua, nuk është për biznesin për tjetër, është për pjesën tjetër të popullatës, s'ka ke trafik në rrugë. Është për të gjithë, është për të gjithë, kurse edhe ty të krijon një fleksibilitet të burrit, se ty të ulet niveli i mauneve që duhet blesh ti, e kupton. Niveli i çado shpenzosh ti domethënë për transport të gjitha. Për të ndërkombëtar do kesh shumë punë. Nga Maqedonia në Shqipëri. Pra ato do bëhet ajo, kupton. Edhe po më thashë kur do bëhet për ato, edhe po jemi në të mirë do ta implementojmë me prioritin tonë. Kupton? Gjithmonë pra do të më se ti merr rastin e Beratit plako po. Jo, marr xhvan Shqipërisë. Jo, merr Gjirokastër. Ose merr Troporin ose merr Mpukën, Peshkopin. Ku e utonani do niset ai që nga Peshkopia tash e kur i do marrë ato rrugë sa dalin në rrugë kryesore, domethënë që të vajë deri në Durrës, edhe sa makinat e tjera domethënë kalojnë atë lloj damari. Nëse ti pastaj vëlla e ke që një tren niset një herë në ditë për ditë domethënë. Aja buçi ka eventi çdo prodhuesi në atë zonë domethënë, që ti dorëzon në këtë orë, domethënë niset ai vëlla del atje ku do ti. S'ka, e kupton, është shumë e thjeshtë po. Atë shumë. Treni funksionon gjithmonë, prandaj funksionon këtu në Gjermani, prandaj funksionon edhe në veriun e Italisë, në Francë, në Zvicër, pa tjetër më. Plus ti ke këtu në Gjermani, pse nuk ka për zgjuar se po ka të sipërfaqe atilla. Po pra, si funksionojnë maunet në Gjermani? Maunet në Gjermani për shembull funksionojnë për biznese që nuk kanë potencial. Kupton? Vetëm për biznese që nuk kanë potencial funksionojnë. Se për biznese që kanë potencial të madh, gjithmonë treni është zgjidhja e parë dhe vetë. Ka potencial edhe biznesi në Shqipëri. Kupton? Tani potenciali për në Shqipëri di kush është për? Janë ato për ata që dim ne, e kupton, për ata që kemi ne eksperiencë. Për ndërtim, ti nuk të duhet më unë. Përveç betonierëve. Nuk të duhet më unë. Për gjithë transport rreth kështu ti nuk ke arsye të përdorësh ta unë tren valla. Çish funksionon në gjithë botën, edhe nga Berati në një vend tjetër ta çosh, domethënë e bën me trena, kupton? Kur po flasim për lëndë të parë, nuk po flasim për çimenta, çfarë flas? Po flasim për çimento, po flasim edhe për rer, për gur, kupton, për lëndë të parë, për blloqe. Po jo më vur lëndë gur ti ke gurorën çështë të Shqipërisë. Do marri nga Berati të çon në Shkodër ke kodër sa duash për gurorën. Me më s'është një gura i do gurin në të marrit atë. Nuk po them, po ke shumë specializuar, e kupton disa po s'është as pak i specializuar, se di treni nuk do të bësh vetëm treni për gur, treni mbushen me vagona valla, një vagon është vaj udhëri, tjetri është gur. E kupton? Ato ndahen valla. Qysh është logjistika, përsa të sasi po. Mund të bëhen Berat vetëm ti to rroba veçanta, të fillon të mëdha apo ndryshe. Këta po të kanë 20-30 më. Mi më mirë, kupton, ajo mund të jetë valla, mund të kalojë një stacion skrapar për shemb, një stacion te kombinati Berat, kupton. Nëse ka parë ngarkohen gurët që vinë atje, ngarkohen për shembull
Qa mund të kenë ndonjë prodhim ata, kështu që nuk kërkon ndonjë patate, ndonjë gjë për shkak që nuk kërkon lageru, kupton? Bu. Vjen aty vjen merr çantat, ai del në Durrës ai, e kupton? Aty në Durrës ndalon treni. Hiqen çantat futen për kontenere, i hipin një traget, sot të tjerat i ikin shpërndajnë, ande nga do shpërndajnë, Tiranë, Kavaj, Fushkruja, kupton ku i kanë të tjerat. Kështu funksionon edhe këtu. Për 90% atyre domethënë vjen treni, pastaj vijnë maunat, e kupton? Ose pastaj vijnë dhe ne maunat duhet të hiqim fare se ne ku kemi rrugë të Gjermanisë, dhe këtu do të detyrojnë të hiqen. Avash, po. Jemi shumë të centralizuar për të thashë një. Ti shpërndarjen e bën me mjete rrugore. Shpërndarjen mikro e bën kështu, pastaj makro duhet të funksionojë gjitha me trena apo të. Nuk është për mua nuk ka sens të merre sharshiri nga Lushnja, të vej deri në Kosovë, deri në Serbi me makina. Është absurditet më plot. E kupton? Kur ti e vllai shumicë, ai ku e kanë atë stacionin vëlla? Atë rruga e Fierit, ku është ai? E Kurulla, e vjetër e komunizmit. E di çka rronë nga Devjaga, ose diku poshtë. Kupton? Merre, transportohet gjithë valla, del treni deri në Mitrovic, bëj çfarë duash, thoj kokës. Kupton? Edhe është më efikase valla, një tren mund të ketë 60 vagona valla, kupton? E kursen është zakonisht shumë lekë valla. Heq minimumi 140 kamiona. Minimumi, po të them. Ka distanca të ndryshme. Një linjë është vallai. Ai treni do ndaloj 4 herë drejt. Tregtarët që vijnë. Po. Ti ke një Kosova, një nga Rusia, një nga Udjo. Nga do kaloj që vjen në Rusi. Nga Kosova do kaloj, dalin në Serbi valla. Po ti thua të shpërtojmë nga këtu. Ti peshon në vend tjetër, çfarë përfiton me të? Biznesi çfarë fiton me të? Biznesi? Rusi çfarë përfiton nga kjo që Kingdom Kosto fikson Rusi. Sa i treni, shikoj se ti po e merr dhe një çik të izoluar, ti e thoj që po unis ai treni nga Saranda do ndaloj në Mitrovic. Treni s'ndalon fare valla. Ti ndron vagona, ti ndron ladun, ai vazhdon të del në Moskë. Tash jo vetëm për Shqipërinë, po ti ish ndërshtetëror gjithë Ballkani Perëndimor. Nuk ka, shiko, për transport madrash nuk ka kështu që fillon Gjermani, mbaron Gjermani. Ai fillon vllai një tren ku niset itinerari, fillon që nga Nice për shembull në Francë. Ka ditë shkon edhe del Kazan. Edhe për eksport. Po ma unë me branë Shqipërisë nuk keq. E përdor, ma unë në Shqipëri do keq gjithmonë ti. Në çdo vend do keq gjithmonë, po do të bjeri numrin në mënyrë të konsiderueshme, kupton? Edhe do përdoren për gjëra më të tjera. Sepse ma unë duhen për këto për qershit, për shembull, duhen ma unë se duan një kylu nga ato. Pavarësisht se në Shqipëri si plastrap njeriu deri në shuar, kupton? Për miqin për shembull. Të duhen ma unë për prodhime elektorale, për shembull të duhen normale ma unë se janë specializuar me klima me gjëra. Nëse po industri të rënd pranë Shqipërisë nuk ka stofë. Dhe instrumento që mund të vesh atë ndryshimin nga fushkuria në anë të Shqipërinë, po ndryshe pastaj janë të decentralizuara. Me kurore me gjitha gjëra. Se për eksport është mirë, është për eksport e një. Po mirë, ti specializimi me të ti për pjesa vetëm e maunëve që kalojnë nga mari të mori, domethënë dhe nga ato kodat e tërë pani vetëm për ato gur që është vetëm ai gur, domethënë që nuk është e shpërndar, nuk është një njëjti gur edhe në Shkodër edhe në Gjirokastër. Ai është aty. E aty do vinë gjithë ata. Vinë nga Gjermania, nga Franca, nga Anglia, nga Italia, nga Spanja për të marrë atë gur. Edhe ti nuk ke pse nevojë që të kalojnë aty për ditë në bera 40 kamiona, s'ke nevojë fare ti për ato. Ti e merr, e ngarkon një tren e nis në Durrës, thuaj qafën, bëj çfarë duash. Sa të bën atë portin që jep një punë. Duhet ai porti Vlorës së bëjë, se la kokën e namë, do të hapin portin e transportit të Vlorës. Do Vlora apo do bëhet në Durrës e tillë? Në Vlorë. Është tha ajo editar që di kanë bërë ata një kontratë në kanë firmosur për një hidrocentral tamam, domethënë andaj sipër nga veriu, që do bëjnë amerikanët, e ka marrë përsipër firma që ka bërë rrugën e kombit, edhe po është ky tjetri për Vlorën, domethënë për një impiant gazi, për gaz të lëngshëm, për punim domethënë, dhe një ndërhidhur me të dhe porti i Vlorës. Po gazi lëngshëm nga vjen. Shpira plasën ku dëgjoj? Për punim thaj. Nuk e di nga vjen. Pak nuk nga vjen valla, kupton? Kërë vende punë. Gjëra pastre, kupton, me teknologjira, me gjëra. Dhe niveli i gjithë ata që mbarojnë shkollën në Tiranë, inxhinieri mekanike, mekatronikë, zanën punë për të ngelën aty të gjithë. Sa ke sigurisht në format e kushturisë time për shkakun që po punon, domethënë kështu në një call center që merren me sheshin Bitcoin apo dalliqe kështu domethënë. Në 1 milion e gjysmë, në 2 milion lekë. Ajo është një inxhinieri si puna ime. Ajo më shumë mundësi është më e mirë se mua në mësim. Edhe nuk do merre me ato, nëse do i thoshë njëri do të jap 1 milion e gjysmë lekë të punosh si inxhinier, e kupton? Se nuk është budalla, unë kur kam vajtur atëre tek miqi jam interesuar për të bërë mos përmendin emra kot tash. Ti me inxhinierat e ndërtimit dhe ai babuçi kishte bërë shkollën në Itali.
Se jo se janë më të keq ato të Politeknikut, po qasën e kanë emër të mirë të linë në Itali. Si më shkojnë në Itali Babuçi vllai merrte 550.000 lekë. Po si s'ndan që me vite e para, 2-3 vite e para pas rritet rroga se sa Ata kishin një kryenxhinier atje, domethënë një që ishte shumë i mirë, domethënë që i kontrollonte të gjithë këta, domethënë që ishte si tip Oberbauleiter, domethënë ishte kryenxhinier në Shqip. Edhe ai më duket se merrte 1 milion lekë. Është turp po bëri dhe ai menaxhon minimumi atje diku të 7-8 projekte në jetën kohë. Që ishte tipi supervizori këtyre domethënë. Nuk vlerësohet vëlla intelektuali e prandaj. Edhe kanë ikur edhe kjo po disa projekte të mëdha për shembull do hapnin jashtëzakonisht shumë punë për Shqipërinë domethënë. Sidomos kjo e trenave. Ne kemi domethënë këtë me sa di unë nuk e kemi shumë të zhvilluar në kapacitetin intelektual, domethënë akademikët në fushën e transport. Kjo ose është që nuk e di unë, ose unë e di saktë, e kupton? Po që me sa unë nuk kam shumë dini që ne të kemi për shembull inxhinier transporti, që janë këtu për shembull. Që janë super të shkolluar, domethënë që hedhin ata e kanë të vështirë, kupton, inxhinier transportit se edhe unë po të kaloj për transportin tash, pse se kalova unë? Ishte se kalova? Se mua më duhej një specializim, pastaj më vojnë futesha në punë. E kupton në ato CAS, si janë ato programe kështu domethënë që fluid ato, thashë një bëri dhe unë mi që kam mësuar Wordin, Excelin, punojmë punë shumë, filloj me ato budalliqe nga para. Edhe shpunojmë nga kërkoj direkt, që tash ai kapo inxhinieri aty, shefi, tha. Ti studentu këtë deka më roron, do bësh të fertifun, specializimin që kam bërë unë? Jo, se kam qenë. Ose çfarë fertifun? E kisha kështu për të qytetia. Kërkesë. Transport. Ajo është shumë e bukur, logjistik madrash. Mua më pëlqen shumë ajo domethënë, pa ajo valla është shumë filozofike. Transporti është jashtëzakonisht shumë filozofi, dakor, dhe unë filozofinë e bëj thjesht për hobi. Kupton, për çefin tim, nuk dua ta bëj filozofinë si punë. Pa dikoj numra, shumë numerike. Plus se ke shumë pas logjistik. Filozofia është ajo, interpretimi i numrave se si ndikojnë ato. Është gjitha empirike, sistem teknik quhet ajo këtu në Gjermani. Nuk e di se skalën fare duket se kjo sistem teknik e bën Tubelini dhe 7 universitete tjera në gjithë botën. Është filozofi me numra ajo vetëm. Kupton? Me anë të numrave ti nuk e nevojë fare të shikosh as objektin, as qytetin ku je. Vetëm me numra. Ke vetëm numra. Domethënë dhe i fut ato në ato programet e rën. Ke parasysh? Po. Me rë atje. Domethënë fillon ai na shpjegonte ato në Allah, më duke ai sikur fliste në një gjuhë shumë marsiane kur fliste me ato. Një vllai se ke lali për to. Gjëra që detyrim ti statistika. Po si shprehoj. Prandaj unë ndrova ato drejtimi. Nuk jam për atë punë. Do e mbyllim. Kështu pra. Bashkëmiru pashëm deri edicionin tjetër. Puç.